إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدل معنا ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. Hamdi të kanë Allahu Gjelle Ta'ala, paqja, begatit, mirësitë e Zotit, qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin udhëzimet e tij deri në Kiamet. Të nderuar vëllezër besimtarë, suda është një term i cili është përmend në Kur'an. Arabët dikur devës e cila ishte e dopt, e cila nuk linte, as nuk nxirrte qumsh, as nuk I hahej mishi, e quanin suda. Pastaj këtë deve e merrnin dhe e nxirrnin, e lenin në shkretin dhe e braktisnin, do thot pa u kujdes për të, derisa ajo ngorte në atë gjendje. Allahu Gjelle Ta'ala në surën Qiyama I drejtohet njeriu dhe I thot e yahsabu l-insanu an yutraka suda. A mendon njeriu se do të lihet pa qëllim, do të lihet pas dore, pa llogari. Pra Allahu e ngrit një pikpyetje duke I treguar njeriu se a mendon se njeriu në këtë jetë ka ardhur pra pa qëllim, dhe a mendon se ai do të lihet I lirë në këtë jetë dhe në botën tjetër pas dore, pa u marrë në përgjegjësi. Pra, kjo shprehje, ky term na vjen për të kuptuar më vonë dhe për ta bërë lidhjen tonë me jetën që njeriu modern sot e krahason ose e bën jetën e vet e çon suda. Pra suda është një deve e cila lihet pa kullos dhe pa bari. Thuhet në gjuhën arabe dhahaba hayatuhu suda, I ka shku jeta hoq. Një njeri I cili ka ardhur në këtë dunja dhe nuk e ka shfrytzuar jetën, orë dhe çastet të cilat ai ka ardhur në këtë dunja. Në kuptimin e fjalës suda, komentatorët e Kuranit sikurse ai Taberiu thot, a mendon ky njeriu që nuk beson në Allahun se do të lihet I braktisur pa përgjegjësi, që të mos urdhërohet edhe mos ndalohet dhe të mos ngarkohet me adhurime? Gjithashtu komentatori I njohur Al-Qurtubiu thot, a mendon biri Ademit se do të lihet suda I braktisur pa qëllim I lën pas dore, pra të lihet I lirë pa urdhra dhe ndalesa? Gjithashtu është thënë, a mendon se do të lihet në varrin e tij kështu përgjithmonë, pa u nxjerr, pa u ringjall prej tij? Gjithashtu, komentatori bashkohor Abdurrahman Saadi, Allahu I mëshiroft të gjithë, ka thënë, ky është një mendim I kotë dhe një bindje e gabuar krahas Allahut Gjelle Ta'ala që nuk I përshtatet urtësisë së tij hynore. Pra gjitha këto, një përmbledhje shkurt është në kuptimin e kësaj fjale, vije I lën pas dore, pa urdhra dhe pa ndalesa si që mendon dikush, pa përgjegjësi dhe pa llogari dhe mendim I kotë që nuk I përshtatet urtësisë hynore, me mendu njeriu se ka ardhur në këtë dunja së koti. Kuptimi gjyqësor dhe teologjik I kësaj fjales suda afron një pasqyrë mjaft të qartë për të analizuar gjendjen e shoqërisë moderne. Kjo lidhje mes kuptimit origjinal të fjalës dhe jetës së sotshme mund të ndahet në disa pika. Pika e parë është prej devesë së braktisur të një njeri I paorientuar. Sjellja arabe me deven që s'kishte dobi prej saj. Do thot, hajrë mos kanë pa prej saj. U hek, do thot, as me therr, as me marr qumsht, as me priçja e do të lind, e kanë nxjerr, do thot, dhe e kanë braktis. Pra, pa mbikëqyrje, pa qëllim, deri në ngordhje sot pasqyron një pjesë të botës së njeriut modern, I cili
vetën e tij në këtë jetë e lën pa qëllime, ashtu dhe e shëndron në një deve e cila nuk ka dobi prej saj. Pastaj vazhdon njeriu pra të vrapon mas xhaneve, ku ai është i shkëputur me krijuesin e tij, pa një bari, pa një udhërrëfyes dhe pa një udhëzim të qartë moral, duke u endur në shkretërinë, pa e ditë se ku po shkon dhe çfarë do të bëhet me jetën e tij. E dyta prej krahasimeve të kuptimit të kësaj fjalës suda dhe njeriu modern është iluzioni i lirisë absolute, që njeriu modern mendon se ai mendon pra me një koncept të gabuar, që është një iluzion pra që njeriu duhet me pas liri absolute, pra i cili e refuzon halalin edhe haramin. Në tefsirin e Taberiut dhe Kurtubiut, suda do thotë jetosh i trazuar nga urdhat, nga ndalesat dhe urdhëresat. Pra të rebelohesh karshi asaj që Zoti ka thonë mos e prek, mos e bë këtë dhe bëne këtë, sepse është në dobin tënde. Sot koncepti i lirisë shpesh shkëptohet si mungesë e çdo kufizimi që njeriu e llogarit se po më kufizohen të drejtat e mia, nëse unë nuk e bëj këtë sipas fesë. Shumë njerëz mendojnë se do të jetojnë, do thot pa halal dhe pa haram, do thot kjo është liri sipas tyre. Në realitet është ashtu si deveja pa bari e mbetur, do thot e ekspozuar ndaj rreziqeve, sepse po ekspozon veten, e dihet kur lihet vet deveja, pastaj kafshët e egra do ta sulmojnë nga ajo se pret. Kështu është njeriu i cili pra nuk ka kufi në këtë jetë dhe mendon se është duke jetu i lirë, por ai vetëse e ka ekspozu veten përballë rreziqeve. Kjo liri pra false e shndron njeriu në diçka të lënë pasdore, pa vlerë edhe pa përgjegjësi, derisa shumë shpejt përfundon edhe jeta e tij. Pika e tretë është humbja e kohës në gjëra të kota, e sidomos në rrjetet sociale. Në gjuhën arabe kjo fjalë, kjo shprehje pra, shpreha suda, e njihet edhe kur e shohin dikën që ai po e humb kohën së koti, po e humb jetën e vet, po mirret me disa gjëra të cilët po e rrezikon jetën e vet dhe i thojnë dhahaba hayatuhu suda, i ka shku jeta hoç atij, le mos u merrti më me ta. Pra, gjithherë është një shprehje kur jeta e tij shkoi kot, pa fryte dhe pa qëllim të qartë, lidhet drejt për drejt me shpërdorimin e burimit të jetës, që është jeta jonë, siç thot Hasan al-Basriu, një ditë o biri Ademit është për ty dhe një kundër teje. Çdo ditë që kalon është një pjesë e jotja që po hjeket. Pra çdo ditë sot e premtja kur përfundon, me ne ajo së bashku merr edhe një pjesë të jetës sonë. Sot rrjetet sociale dhe argëtimet e pafundshme digjitale krijojnë një gjendje mpirje të njeriu. Pra njeriu po mpihet, po hyn do thot me një fazë kur ai ka rënë në gjumë dhe nuk po e vren, për shkak të rrjeteve të shumta sociale që ai po e çon jetën e tij dhe pa e vret. Pra është një gjendje mpirje, një gjendje kome pra, ku orët kalojnë pa ndonjë produktivitet, pa dobi, qofshin ato materiale dhe shpirtërore. Pra rrin me orë të tëra dhe në fund nuk e din por e nesmja, pra vazhdon një cikël i njëjtë. Njeriu kalon ditët kur para jetët e të tjerëve duke konsumu, do thot përmbajtje e shumta pavlera, duke harruar se koha është e kufizuar dhe duke u mundu që jetën e tij gjithherë ta krahason me jetën e dikujt tjetër. Kjo është forma moderne të qenit suda, të konsumosh kohën pa lënë asnjë gjurmë të dobishme për veten edhe shoqërinë. Pra atëherë kur nuk përfiton as për veten, as për familjen, as për shoqërinë, dije se ti je duke kalu kohën së koti. Dhe e fundit vëllezër, harresa e llogarisë dhe përfundimit. E suda jeta e orientuar në këtë formë është ajo jetë e cila e bën njeriu që të harroj pra sa e ka një fund, e ka një ditë që do del dhe do të jep llogari për çdo të mirë dhe të keqe
që e ka bo në këtë jetë. Andaj djetari Saadi thekson sa bukur se të mendosh që njeriu ka ardhur në këtë jetë së koti, do të lihet suda nga ana Allahu Gjelle Taala, thotë është një fyrje për cinë hynore. Si ka mundësi Zoti dikun në Kur'an të thotë laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, ne e kemi krijuar njeriu në formën, e kemi përsos në formën më të bukur, e në anën tjetër ta lën njeriu pra në atë konceptin e gabuar të kuptimit të lirisë dhe pa llogari dhe pa kufizime. Andaj shkaku kryesor pse njerëzit sot e çojnë jetën kot i mungon ndjesia e llogarisë. I mungon se edhe për qatë kohë që rrinë në rrjetet sociale, që këshyr atë që duhet dhe që nuk duhet, kemi me dhonë të gjithë llogari një nga një, për çdo shikim vjedhës të cilët e bami në gjana, të cilat Allahu jonë nuk është i kënaqur me atë që na shikojmë dhe mendojmë se telefoni jonë është personal, por na mendojmë se harrojmë se Allahu ka autorizu me laçe që i din të mirat dhe të këqija tona. Kur besimi dhe ringjallja dhe përgjegjësia për veprimet zbehet, jeta shndrohet në një seri ngjarje të rëndomta pa ndonjë peshë përfundimtare. Dhe për fund, vëllezër besimtar, termi suda është një paralajmërim i fuqishëm. Pra ky term nuk është së koti, që ka ardhur një përzgjedhje kaq interesante, që ka ardhur kjo shprehje shumë interesante. Pastaj dietarët tanë kanë sjell shembuj konkret që njeriu ta kupton pse Zoti, çfarë Zoti ka dashur të thotë me këtë shprehje. Njeriu nuk është krijuar për të qenë i braktisur si një deve në shkretin, as për të jetuar pa rregulla apo për të tretur kohën e tij në ekranet të telefonave, por të jetosh pa halal edhe pa haram dhe pa përgjegjësi nuk është liri, por shëndrimi vetvetes në diçka të lënë pas dore, një jetë që shkon suda. Allahu na ruaj dhe na boft prej atyre që jemi syqel, vizionar për jetën tonë, i kapmi frenat e jetës sonë sa nuk është bë vonë dhe nuk e çohemi jetën tonë suda. Lutni Allahun Xhela Taala në këtë ditë xumaje, këtë ditë të bekuar, për veten e juve, familjarë dhe të dashurit e ju, që Allahu të na mëshirojë dhe të na falë të gjithë.